Unë e di shumë mirë që do thonë, që nuk do thonë prap, po ata kur nuk kanë lënë dhe nuk do lënë gjë pa thënë në të gjitha rastet, po ky është një qëndrim i prerë kundër dhënies së autorizimit për arrest të një deputete dhe është po aq parimor dhe i domosdoshëm sot sa që është edhe një qëndrim paralel i prerë në mbështetje plot drejtësisë për të hetuar, gjykuar, vendosur e pa trysnuar nga pushteti ekzekutiv apo shumica parlamentare. Mosdhënia e lejes për arrest nuk është trysni, është thjesht kryerja e detyrës tonë. Vinit na kërkoni këtë, nuk keni kushtet për të pasur pranimin tonë. Le ta hetojnë deri në fund Belinda Ballogun. Dhe le ta ulin gjyq për akuzën e pavarësisë në tendera të para 6 viteve, për cilën i kanë dispozicion të tëra çfarë u duhet, por të mos fyen inteligjencën tonë duke na thënë që ajo rrezikon t'ju prish provat. Provat s'u rrezikonte as kur ishte ministre, se provat janë të para 6 viteve. Sot që është thjesht deputete as që s'bëhet fjalë. Sepse po të shikosh gjithë kërkesën, ajo është kryet put kërkesë që lidhet me rolin e ministres, në mos gabohen. Pastaj gjykatat vendos si ta shohë të arsyeshme, është absolutisht pushtet i pavarur. Ky është pozicioni ynë, pikë. Ideja se hajt më këta janë gjithë njësoj, edhe po s'pati prova për këtë, që po themi kush e di sa të tjera kanë bërë që ne si dim, prandaj kur bie lapsi let bjerë, e pastaj generali, oficeri, ushtari, kush të dali, mjafton që t'jetë i frontit armik. Për ata që merren me politik, fronti armik është partia tjetër. Për ata të tjerë që s'merren me politik, fronti armik është e gjithë politika. Po kjo është një ide që e ushqen ose deformimi nga komunizmi në trurin e mëdvjetërve, ose jehona e mlefit përgjithshëm në boshllëkun që ka truri i mëtrimve.